Çfarë i shtyn aktivistët e diasporës në New York kërkojnë që rrugët të mbajnë emrat e heronjve shqiptar. Emërtimi i rrugëve me figura historike shqiptare në New York është ndruar vitet e fundit në një nismë me vlerë për diasporën dhe komunitetin lokal. Kjo iniciativë, e cila filloi në Bronx me vendosjen e emrit të heroit kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu dhe Nën Terezës në një nga rrugët e zonës, pastaj u zgjerua në State Island, ku u nderuan Ismail Qemali dhe Isa Buletini, që patjetër janë figura të rëndësishme të historisë sonë. I nxitur nga motivet kulturore, emocionale dhe identitare, një nismë është kthyer në një mënyrë të dukshme për të ruajtur dhe afirmuar identitetin shqiptar në merkat. Megjithatë, këto veprime, siç ndodh me ne shqiptarët, nuk kalojnë pa ngritur pyetje apo debate të lehta, por në thelb nuk mund të mohohet fakti se bëhet fjalë për një nismë pozitive dhe të ndershme për komunitetin. Për shumë familje emigrantësh, emri një rruge që mban figurën e një personazhi historik shqiptar nuk është thjesht një tabel, pavarësisht sa e vogël është ajo dhe vendi vendosjes, apo nga kush ka ardhur ideja e iniciativës. Kjo nuk duhet lidhet me individ veçantë. Emrat e heronjve kombëtar shërbejnë si simbol kujtese, si lidhje emocionale me vendlinjen, si mbështetje kulturore në një realitet të ri ku çdo komunitet përpiqet të mos humbasë identitetin e vet. Kjo është praktikë e zakonshme kudo në botë, figura të rëndësishme kombëtare nderohen në shumë qytete të mëdha.